ritmin e rëndësishëm, teksa natyrisht ne do ta kontekstualizojmë këtë në transmetim të drejtë për drejtë. Subjektet politike kanë qenë të pjekura, përfaqësuesit politik të pjekur, edhe pse unë pash nga komunikimi që kisha me udhëheqësin e demokracisë në veprim Ismet Kryeziun, më tha se ka pak më shumë dalje të njerëzve të politikës që ju bëjnë thirrje qytetarëve që të votojnë. Tani a është thirrje heshtjes ose jo, nuk e dim atë. Unë po besoj që është normale që t'i bëhet thirrje njerëzve që të votojnë, se kështu kishte qenë thirrje heshtjes edhe ne, nëse i ftojmë qytetarët që të votojnë. Unë mendoj që është më e rëndësishme që të votojnë, sa më shumë të ketë votues dhe sa më shumë njerëz të vendosin për fatin e vendit të tyre, për arsye se vendi është i tyre. Pra, pak a shumë një test i kaluar në mënyrë të suksesshëm, edhe po shpresoj edhe në përmbyllje të këtij procesi kështu. Arben. Faleminderit shumë. Kur shtrim Fidan, çfarë ke parë sot? Jo,